alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët tanë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Besimtarët nderuar, vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Konkretisht jemi tek pjesa e udhëtimit të tij të famshëm dhe historik të Isras dhe Mirajit. Për disa javë me radhë kemi trajtuar udhëtimin toksor apo atë horizontal nga Qabeja, nga Meka në Mesjidul Aqsa në Palestinë. Dhe çdo gjë që ka parë të këtij udhëtimi toksor, çdo gjë që i është shfaqur me fuqinë e Allahut, çdo vizion që e ka përjetuar si një paralajmërim dhe një parapërgatitje për atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen me disa prej pjesëtarëve të ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndërka që javën e kaluar kemi filluar të flasim tani më për udhëtimin qiellor nga Mesjidul Aqsa në Sidratul Muntaha. Dhe kemi thënë se fillimisht është kërkuar leje nga Xhibrili alayhis salam për të hyrë në qiellin e parë, nga roja e qiellit, sepse Allahu subhanahu wa taala me fuqinë e tij ka caktuar dhe ka obliguar që çdo qiell të ketë rojet e veta dhe çdo melek i kryen me përpikmëri përgjegjësitë me të cilat Allahu i ka ngarkuar. Normalisht për ne është një botë, një dimension që nuk mund ta perceptojmë me aftësitë dhe mundësitë aktuale që i kemi, por padyshim se i përket botës së dhejbit, botës së fshehtë, botës së mistershme, por që është reale sepse për të na tregon Allahu i plotfuqishëm dhe fakti që ne nuk i shohim dhe nuk i perceptojmë aktualisht, kjo nuk do të thotë që ato nuk ekzistojnë. Prandaj prej kushteve të imanit është edhe që të besojmë në ekzistencën e melajkeve të Allahut dhe në punët dhe përgjegjësitë që ato i kryejnë në përpikmëri ashtu siç Allahu tregon në librin e tij. Pasi që kërkon leje dhe pasi që e njeh roja i qiellit, normalisht pas prezantimit që ja bën Xhibrili alayhis salam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai ofron mirëseardhje të ngrohtë dhe me njerë pas kësaj ndodh takimi i parë. Takimi i parë me njeriun e parë, me prindin e parë dhe me pejgamberin e parë, në Ademin alayhis salam. Vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e sqaron atë që e ka përjetuar, thot në momentin që u futëm në qiellin e dunjas, kështu ka në hadith, në qiellin e dunjas, e që është qielli i parë, sepse kemi thënë sipas përshkrimeve kuranore dhe atyre pejgamberike, qiejt janë 7 palë apo 7 sosh. Thot e pash një njeri, i cili në anën e djathtë të tij kishte shumë njerëz dhe në anën e majtë të tij kishte shumë njerëz. Kur shikonte në anën e djathtë të tij, buzëqeshte dhe ishte i gëzuar. Kur shikonte në anën e majtë të tij, qante. Dhe e përshëndeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe i tha marhaban bi ibn Salih wa nabi Salih. Mirë se erdhe o djali i mirë edhe o pejgamberi i mirë. Dhe ky ishte Ademi alayhis salam. Njeriu i parë, babai i parë i njerëzimit dhe njëherët edhe pejgamberi i parë i njerëzimit mbar. Pastaj tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, e pyeta Xhibrilin alayhis salam dhe i thash, pse qau kur shikoi në anën e djathtë të tij, pse qeshi kur shikoi në anën e djathtë të tij dhe qau kur shikoi në anën e majtë të tij dhe kush ishin ata njerëz? Xhibrili alayhis salam i tha, ata ishin pasardhësit e Ademit alayhis salam. Pra njerëzimi i mbar që ka rrjedhur nga çiftëzimi i Ademit alayhis salam me Havan alayhis salam. Tha, në anën e djathtë i kishte bijtë e tij që janë përcaktuar të jenë banor xhenetit. Normalisht, sipas veprimeve të tyre të qelluara, ata do të mëshirohen nga ana e Allahut dhe Allahu do t'i përgëzojë ata dhe do t'i nderojë me hyrjen në xhenet. E në anën e majtë tha, i shihte bijtë e tij që do të jenë për banorëve të zjarrit të xhenemit. Normalisht, si pasojë e veprimeve të tyre të gabuara që kanë rënë në kundërshtim me
urdhat e Allahut subhanahu wa taala dhe për to nuk janë penduar për as sa kanë qenë gjallë në jetën e kësaj bote. Pra kjo tregon për një sekuencë, për diçka që e ka përjatuar pejgamberi Allahut me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne çdo herë kemi thënë dhe do ta ripërsërisim në mënyrë që vëmendja jon të mos dal nga limitet dhe suazat e të lejuarës, sepse ne i mbështetemi Allahut, i cili është i plot fuqishëm për të vepruar çdo gjë. Allahu ka fuqinë absolute për të ringjallur krijesat e tij, në veçanti pejgamberët e tij. Ka fuqinë absolute për t'ia paraqitur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjitha këto vizione që ai i ka parë. Ka fuqinë absolute për ta nderuar më të dashurin e tij, më të mirin e njerëzimit dhe zotëriun e banorëve të xhenetit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo që përjetoi pejgamberi Allahut në ballafaqim apo në takimin e parë me Ademin alayhis salam tregon fillimisht për ndjeshmërinë prindrore ndaj përgjegjësisë fëminore. Pra Ademi alayhis salam si babai i njerëzimit që është, ai ndjeu ndjeshmëri për pasardhësit e tij, të cilët janë të shumtë. Dhe ai gëzohej për ata që do të hyjnë në xhenet dhe mërzitej e pikëllohej për ata që do të hyjnë në zjarr, gjithmonë sipas veprimeve të tyre, jo sipas imponimit të Allahut, sepse Allahu nuk imponon. Allahu i ka dhënë robit të tij hapësirë për të folur dhe për të vepruar, dhe në bazë të hapësirës së të folurit, në bazë të mundësisë së të shprehurit dhe në bazë të hapësirës dhe mundësisë së të vepruarit, Allahu edhe i gjykon ata njerëz. Por gjithmonë Allahu ja afatizon robët e tij për me u pendu, për me u kthy tek Allahu subhanahu wa taala, dhe ne jemi dëshmitar të një gjë të tillë, sepse e dim mirëfilli se të gjithë për nesh kemi mëkate, kemi gabime nga më të ndryshmet. Madje si thonte Omeri radhiyallahu anhu, po të kishin gjunahet tona, mëkatet tona, aromë, njerëzit do të iknin për nesh me kilometra larg, për shkak të erës së keqe që do të kundërmonte nga mëkatet tona. Por fatmirësisht Allahu nuk ka lejuar që të ndodhë një gjë e tillë, sepse do të ishte shumë irrituese dhe nuk kishte mundësi që të ketë mbarvajtje jetësore. Allahu i mbulon mëkatet tona. Allahu i mbulon gjunahet tona. Nga mëshira e Allahut është kjo. Pastaj Allahu na afatizon, na jep kohë që ne të pendohemi, që të kthehemi tek ai. Po të na trajtonte Allahu me drejtësi dhe jo me bamirësi, për çdo mëkat, për çdo gjuna që ne eventualisht e veprojmë, do duhet zbriste ndëshkimi me njëhershëm. Një për një. Mëkati me ndëshkim. Por Allahu nuk vepron kësaj. Allahu na mbulon. Allahu na mëshiron. Dhe Allahu është ai i cili vetës ja ka bërë obligim që ti dominoj mëshira ndaj hidhrimit. Normalisht Allahu hidhrohet me të drejtë, me drejtësi, por edhe mëshiron e fal me bamirësi. Dhe Ademi alayhis salam, për shkak se Allahu e ka ngulitur ndjeshmërinë prindrore, e në veçanti tek pejgamberët e tij, ai ndihej shumë i gëzuar kur i shihte në krahun e tij të djathtë banorët e xhenetit prej pasardhësve të tij, dhe ndihej shumë i pikëlluar dhe i mërzitur kur i shihte disa prej pasardhësve të tij që nuk janë të paktë që do të jenë banorë të zjarrit të xhenemit. Për këtë ndjeshmëri dëshmojnë edhe shumë argumente tjera. Për shembull, dëshmon hadithi që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, kur flet për një prej 4 fëmijëve që kanë folur në foshnjëri, një prej mrekullive të mëdha që kanë ndodhur në historitë e njerëzimit, është se Allahu 4 foshnjëve u ka dhënë mundësinë me u shprehë në foshnjëri, sikur se ja ka dhënë Isa alayhis salam për shembull, ja ka dhënë edhe një fëmijë, e që për këtë ngjarje tregon pejgamberi Allahu dhe thotë, një ditë prej ditësh një nan e kishte foshnjën e saj në xhirin e saj, e mbante në xhirin e saj. Dhe e pa një grua e cila në pamje të jashtme nuk dukej e mirë. Në pamje të jashtme nuk dukej e mirë. Dhe disa po e torturonin, edhe me fjalë, verbalisht, por edhe fizikisht. Madje po e akuzonin për imoralitet. Më falë një shprehje, po i thonin më i lavire, fjalë të rënda dhe po godisnin atë. Atë nona e kësaj foshnje në ato momente tha, mos u bëf djali jem si kjo. Allahu ja dha fuqinë edhe mundësinë me lejen e tij dhe me plot fuqinë e tij që foshnja e kësaj nane më u shpreh.
tha, u bofsha sikur ajo. Kaloi disa hapa, e pa një njeri, një mashkull, që kishte pamje shumë të bukur, shumë të mirë. Dhe ajo e lakmoi pamjen e tij, siç lakmon çdo nën për fëmijën e vet. Edhe tha, mu bof djali sikur se ky. Sërish Allahu ja bëri të mundur kësaj foshnje me u shprehë dhe me thënë, mos u bofsha sikur ai. Pse? Sepse ajo grua që akuzoi padrejtisht ndonse në pamje të jashtme dikujt është dukur si e pandershme, si e pamoralshme, ajo në brendin e saj kishte mirësi, kishte pafajsi, ajo nuk ishte e tillë. Por ajo ishte e paragjykuar në shoqëri, ishte e stigmatizuar në shoqëri. Dhe zakonisht to ndodhin për shkak të statuse të keq përdorura në shoqëri. Kur dikush ka pasuri, kur dikush ka bukuri, kur dikush ka ndikim në shoqëri për një apo ndonjë arsye tjetër, këta zakonisht paraprihen në shoqëni, favorizohen. Ndërkaq kur dikush nuk ka pasuri, kur dikush nuk ka familje të fuqishme, kur dikush nuk ka ndikim në shoqëri, zakonisht ata paragjykohen dhe stigmatizohen edhe anashkalohen në shoqëri. Dhe rasti i dytë ishte i atij burri që në pamje të jashtme dukej shumë i mirë, dukej shumë i aftë, dukej shumë i pashëm, i pasur e kështu me radhë, por brendia e tij ishte e ligë. Brendia e tij ishte e keqe. Prandaj Allahu ja bëri me dije këtij fëmijë dhe ja dha mundësinë të shprehurit për me na tregu neve se Allahu është i plot fuqishëm për me bëni gjatë tillë, edhe me na mësu neve që nuk gjykohen njerëzit në bazë të pamjeve, por gjykohen në bazë brendive që i kanë, sepse vetë Allahu na ka mësuar përmes Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam në hadithin që gjithashtu e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku thotë: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu nuk shikon në pamjet tuaja, në fizionomitë tuaja, pra në aparencat tuaja, por as në pasuritë tuaja, por shikon në zemrat tuaja dhe në veprat tuaja. Standardi i vlerësues tek Allahu është brendia jon, është zemra jon. Nuk është pamja jon, nuk është pasuria jon. Mund të jesh shumë i bukur në pamje, mund të jesh shumë i pasur ekonomikisht, por jo detyrimisht mund të jesh i devotshëm në shpirt. Por në anën tjetër mund të jesh shumë i shëmtuar në pamje, mund të jesh shumë i varfër ekonomikisht, por në zemër dhe në shpirt mund të jesh njeriu më i pasur, për shkak të devotshmërisë reale që ti e mban në shpirt. Edhe ky argument dëshmon për atë se prindrit kanë ndjeshmëri dhe është krejtësisht e natyrshme prindi me lakmu për të më të mirën e fëmijës vet. E në radhë parë këtë e bën babai i njerëzimit, Ademi alayhi salam. Pastaj premtimeve të radhës është gjithashtu ajo se të gjithë pejgamberët, ne e dimë se të gjithë pejgamberët janë varros në tokë, përpos një pejgamberi, i cili nuk është varros as në tokë as në qiell. Ai është Isa alayhi salam. Ja sa ai nuk ka vdekur, as nuk është vrarë. Siç thot Allahu në Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e kanë vra, as nuk e kanë kryqëzu, por atyre u është duk, sikur se kanë ndodhur një gjë tillë, sepse Allahu ja ka dhënë pamjen një njeriu krejtësisht tjetër, pamjen e Isa alayhis salam, dhe ata kanë menduar që e kanë përmbush përgjegjësinë sipas tyre të vrasjes së Isa alayhis salam, por Allahu e ka ngrit, bar rafa'u Allahu ilay, Allahu e ka ngrit në qiell dhe Isa alayhis salam vazhdon të jetë i gjallë. Nuk është i vdekur, thjesht Allahu e ka marrë përsipër mbrojtje dhe për këtë arsye Isa alayhis salam do të rikthehet në dynja në akhiri zaman si Mesihu i vërtet për me vrarë Mesihun e rrajshëm, Dejjallin, dhe pastaj do të jetojë 40 vite, do të martohet, do të krijojë familje dhe në fund do të vdesë dhe do të varroset sikurse çdo besimtar tjetër. Për me përmbush Allahu subhanahu wa taala drejtsinë ndaj tij, e cila i u mohua para sa ishte gjallë apo para sa ishte prezent në jetën e kësaj bote me lejen dhe me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke qenë se pejgamberët e Allahut gjithë janë varros në tokë, atëherë si ndodhi që Allah ja bëri të mundur Muhammed Mustafas me fillu me i pa disa prej pejgamberëve në qiell, sepse do ta shohim në vazhdim se disa prej pejgamberëve i ka taku. Kuadër kësaj, ne e dim se Allahu i madhërisëm është i plot fuqishëm për me bërë çdo gjë. Allahu thotë kun feyekun, bëu dhe ajo bëhet. Kush i ka shpirtrat në dorë? Allahu subhanahu wa taala. Kush i krijoi në fillim shpirtrat? Allahu subhanahu wa taala. Kush na dha jetën? Allahu subhanahu wa taala. Dhe kemi thënë vazhdimisht, çdo herë duhet me ju çast kësaj çështje me logjik të shëndosh, edhe me zemër të pastër. Pra nuk duhet asnjëherë me ju çast këtyre argumenteve hynore me
logjikën tonë të kufizuar njerëzore për me argumentin hynor, e pastaj, duke u bazuar në argumentin hynor, ne e trajtojmë apo e kuptojmë edhe me logjikën e shëndosh njerëzore, të pa devijuar njerëzore. Pse? Se na e dimë se Allah është i plot fuqishëm me vepru çdo gjë. Edhe kemi thënë sa herë, Allah ka treguar shembuj konkret dhe logjik në Kur'an. A është më vështirë me kriju diçka prej hiçit apo me modifiku diçka? Me kriju prej hiçit. Derisa Allah i ka kriju shpirtrat tanë prej hiçit, a nuk është për Allahun e mundur me i ringjallë shpirtrat tanë? Pa dyshim se po. Por kur ne i qasemi me logjikën tonë njerëzore të kufizuar, e sidomos të devijuar, shkak të rrethanave eventuale, atë nuk na del barazimi drejt. Pse? Bazohesh në aftësitë tua dhe në mundësitë tua njerëzore, të cilat janë të kufizuara. Por kur çështjen e trajton mbi bazën e fuqisë absolute të Allahut subhanahu taala, një gjë e tillë është mos e lehtë. Një gjë e tillë është krejtësisht e lehtë për Allahun, prandaj është Zot. Është Zot sepse ai ka fuqinë me vepru çdo gjë, me kriju çfarë ai dëshiron. Dhe Allahu në këtë rast i ka ringjallë disa pejgamberëve të tij me lejen dhe me fuqinë e tij absolute, e secili takim e ka urtësinë e vet, e ka mesazhin e vet. Prandaj pse u takuam me Ademin e Sam të parin? Pse? Sepse ishte njeriu i parë, ishte babai i parë dhe ishte pejgamberi i parë. Dhe nuk do të kishte kuptim që të takohej me ndonjë pejgamber tjetër para Ademit alayhis salam. Ne në jetën tonë të përditshme, kur dikush prej fëmijëve udhton, shkon larg diku, në gurbet, apo me punu, apo edhe një shëtitje thjesht, për disa ditë me radhë. Kur kthehet, nëse i ka prind gjallë, kë mendoni se e takon në radhë parë? Vllaun, motrën apo babën e nanën? Babën e nanën. Sepse kjo është etika elementare, këtë kërkon shpirti. E nëse kjo është etikë elementare njerëzore, a mendoni se Allahu subhanahu taala do ta tejkalonte një etikë kaq të lartë në qiell, në raport me një prej njerëzve më të dashur të tij, në raport me njeriu e parë, pejgamberin e parë dhe prindin e parë të njerëzimit. Prandaj kjo histori quhet takimi i babait me të birin në qiell. Takimi i babait, pra Ademi alayhis salam, babai i njerëzimit, me të birin e tij Muhammed Mustafa, që është një prej bijve të Ademit alayhis salam. Dhe një prej atyre që e ka trashëgu lozën e pejgamberisë, madje e ka vulos atë me lejen dhe me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu, duke qenë se ishte i persekutuar në Mekë dhe Isra dhe Miraxhi ndodhi atëherë kur i vdiq Axha, kur i vdiq gruaja, kur ju pamundsun gjitha përkrahjet njerëzore në tokë. Allah e mori përsipër për m'ia qetësu zemrën dhe më i tregu që unë jam me ty, atëherë kur gjithë braktisin, unë nuk braktis ty o Muhammed. Edhe e paralajmëroi në një farforme që në ditën kur ti do të dëbohesh nga vendi yt, nga Meka, që ishte e pa paramenduar për Muhammed Mustafa, a do të vinte ajo ditë që kanë më dëbu, kanë më largu prej Mekës, ndonse ja kishte bën me dije dhe Waraka ibn Naufel, Axha i Hatixhes, gruas vetë, i kishte thonë se nuk vjen një njeri me ato që kjo arti vetëm se populli vet ka me largu prej vendit, ka me luftu. Është çudit pejgamberi Allahut, pse deri dje ka qenë njeriu më i dashur, El Amin, besniku i shoqënisë, me ardita që ata njeriu që më shumë të e kanë dashur, e kanë respektuar, e kanë nderuar, i kanë besu, me largu prej vendit vet, ishte e çuditshme. Por kur vjen e vërteta, edhe lufton pa vërtetën, revoltohet e pa vërteta. Por e vërteta e shronjos çdo herë pa vërtetën. Prandaj në një farforme ka dashur Allahu me i tregu Muhammed Mustafa se me i thon: o i dashurim, ashtu siç unë e dëbova, e largova apo e zbrita Ademin alayhis salam për shkak të veprës së tij nga xheneti në tokë dhe e riktheva prapë në qiell, edhe ty o Muhammed, ditën kur do të dëboj nga vendi yt, unë do të rikthej ty si fitimtar, si shërimtar, gjë që edhe ndodhi. Pastaj kur dolin në Medinë, kur emigruan në Medinë, Allahu e zbriti një ajet Kuranit dhe ja qetësoi shpirtin Muhammed Mustafas dhe i tha: inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'at. Ai që të ka zbritur ty Kur'anin o Muhammed është po i njëjti që ka më të kthyr ty prapë Mekë, në vendlindjen tonë, andaj ti mos u mërzit, sepse pejgamberi Allahut u mërzit shumë kur u detyrua me braktis Mekën, prandaj pasi që i bëri disa kilometra u kthy dhe tha: o Qabe, o Mekja ime, o vendlindja ime, vallahi mos më detyru kurse kisha lëshu vendin. Kur si shë largu për vendit tem, se ne gjithë e dim se çfarë dashurie krijon Allahu dhe mbjell në zemrat tona për vendlindjen. Lutim Allahun e Madhërisht, ne na bëj për besimtarëve të sinqertë në fjalë dhe në vepra, dhe më na bëj për atyre që gjitha këto mesazhe i kuptojnë dhe i aplikojnë në jetët e tyre, më na i fal mëkatet ato që i dimë, ato që nuk i dimë, ato që eventualisht i veprojmë në fshehtësi apo në publik, dhe mbi të gjitha me qenë i kënaqur ndaj nesh, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.